Përshëndetje, mirë se vini në kanalin Syri i Tret. Për ju që nuk më njihni, unë jam Sokrat Hodho. Në gjuhën shqipe shpesh fshihen kuptime të thella që nuk duken menjëherë. Një shembull interesant është përdorimi simbolik i numrit 8 si prapashtesë e disa fjalëve. Në shumë raste, kjo prapashtesë shërben për të krijuar një lidhje kuptimore, një bashkim ose një formë të plotësuar të një ideje. Mund të shikojmë këtë në disa fjalë të njohura, siç i shikoni pak më sipër. Në këto raste, prapashtesa krijon një formë më të zgjeruar të kuptimit fillestar, duke i dhënë fjalës një dimension më të plotë. Një rast edhe më interesant është fjala pubertet. Në shumë gjuhë të botës ajo shfaqet me forma të ngjashme, siç janë më lartë, po kuptohet që edhe në gjuhë të tjera europiane. Kudo që kjo fjalë përdoret për të përshkruar periudhën që njeriu kalon nga fëmijëria drejt adoleshencës dhe fillon pjekuria seksuale. Po kjo nuk do të thotë aftësi për riprodhim, pasi maturimi i plot përfundon në moshën 18 vjeç dhe kjo dihet. Megjithatë, pjekuria seksuale zakonisht ndodh rreth moshës 8 deri në 14 vjeç. Sipas interpretimit të kësaj shtese të numrit 8, fjala mund të motivohet si lidhet me të pa bërën ende, pra e pa maturuar ende. Por nga një këndvështrim i ri interpretues në shqip, fjala mund të ndahet simbolikisht si pa bërë 8. Pra dikush që nuk ka mbushur moshën 8 vjeç ende. Dhe kjo prapashtesë merr një vlerë kuptimore duke i shtuar fjalës një dimension më të thellë dhe më të saktë. Ky është një shembull interesant se si struktura e gjuhës shqipe mund të ofrojë interpretime domethënëse për disa fjalë që përdoren edhe në gjuhë të tjera. Kështu duke parë se si një fjalë e gjuhës shqipe motivon gjuhët e tjera, mund të zbulojmë lidhjet e saj me to më mirë dhe mënyra të reja për ta kuptuar vetë gjuhën. Kjo ishte fjala që motivuam sot. Faleminderit që më ndiqni, mos harroni të mbështesni kanalin për ata që ju intereson dhe duhet dini që episodet vazhdojnë. Duke ju falenderuar, mirupafshim deri episodin tjetër.